Rikthehemi në studio me musafirin e radhës. Në një kohë kur shëndeti mendor po kthehet një temë gjithnjë e më urgjente. Ajo që ndihmon më së shumti është qasja humane, personale dhe gjithëpërfshirëse, me një karrierë të ndërtuar mbi përkushtimin ndaj njeriu dhe pasionin për mërqënien mendore. Ajo ka krijuar edhe hapësirën ku fjala mbështetje nuk është vetëm koncept për përvojë praktike. Projekti i fundit të Pim një kafe së bashku është shembulli më i mirë se si ndihma psikologjike mund të jetë edhe më e ngrohtë edhe profesionale. E mbështetur nga zyra e presidencës së Kosovës, kjo nis sjell bashkë qytetarët, profesionistë dhe histori jete në një ambient ku secili ka zë, ku çdo emocion është i mirëpritur dhe ku stigma thyhet me dashuri e mirëkuptim. Së bashku me mua në studio kam zonin Arjeta Musliu, themeluese e qendrës Rjeta, psikologe, autore, mbi të gjitha një grua heroin. Mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën, kënaqësi të jem sot në mesin tuaj. Faleminderit shumë dhe unë jam shumë e lumtur që jeni së bashku me ne sot në studio, pikërisht edhe pas një projekti shumë të bukur që e kemi parë në rrjetet sociale. Nuk kemi patur mundësi që të jemi së bashku në këtë projekt, mirë po jam shumë e sigurt që të gjitha ato emocionet e bukura do të përcjellen edhe me këtë bisedë që të realizojmë. Ka qenë organizimi i fundit, të themi, me një tematik shumë interesant dhe pak më ndryshe se të tjera, të Pim një kafe së bashku. Si shkoi gjithë promovimi i këtij projekti? Besoj që kurreshtja ekzistencë është një çështje pak më ndryshe ndaj problematikave të shëndetit mendor. Dim që muaji maj është muaji i ndërgjegjësimit dhe i thyrjes së stigmës, po e them këtë. Kështu që këtu nuk pajtohem se nuk do të jetë vetëm një ditë, po t'i bashkangjitet viti i plot këtyre problematikave. Po si do të qoftë ne çdo vit angazhohemi me një diçka të re, që të jemi së më të hapur edhe të flasim rreth shqetësimeve, rreth shëndetit mendor, mirëqenies. Nuk e ditur se aq sa është i rëndësishëm shëndeti fizik, paralelisht shkon kjo ndërlidhet mes vete dhe shëndetit mendor. Gjatë që jam e kënaqur me stigmën që është thyer dhe që flitet, po jo mjaftueshëm. Andaj duke falenderu presidentën, ku kemi pas disa takime, edhe vullneti i saj na ka mundësu, thjesht na ka lehtësu në mbështetjen e saj rreth realizimit të këtij projekti. Mendoj që këto stop dhunës, mendo për veten, duje për veten, kanë kaluar me një klishe, nëse mund ta quaj, ndërsa ideja ka ndodhur për një moment, përderisa isha unë duke pi një kafe të mëngjesit në balkonin tim, edhe psikologët kanë emocione edhe bartin brenda vetës, momente të ndryshme, kujtime të ndryshme. Atë ditë mu kujtua në moment një ngjarje shumë e bukur në mungesë të prezencës fizike të djalit tim. Edhe ai filxhani me kafe më bani me mendu që Arjeta, ke nevojë të kesh përballë një individ në ato momente. Vazhdova e piva kafen edhe për një moment e ndërlidha sa kanë nevojë njerëzit flasin lirshëm. Sa është e vështirë të hapësh zemrën dikujt. Të dëgjohemi. Thjesht të jemi aty për individin përballë, pa e gjykuar, pa e ndërprer edhe duke bashkëngje me individin në çdo shkronjë që ai nxjerr nga brendësia e shpirtit. Kështu që aty për aty mora një laps, një letër edhe fillova të pim një kafe së bashku. Pastaj vazhduan ato mendimet, idetë, duke u konsultu. Këtu e kam bashkëpunëtoren më të mirë, prapas skenës vajzën. Kështu që erdhëm në përfundim. E krijuam, u mirëpret jashtëzakonisht shumë, sepse duke pi një kafe ne kemi edhe si traditë, çdo mëngjes se kemi qoftë dëmshme apo jo në aspektin shëndetësor, e nisim ditën, shoqërohemi përmes një kafe, kështu që e kam menduar që do jetë më e lehtë nëse trokasim në një derë, nëse dikush ka një nevojë, themi thjesht do pim një kafe së bashku dhe do nxjerrim ato çka na kanë munduar mbase me vite, me muaj, edhe të bëjmë më të mirën për mirëqenien tonë në shoqërinë tonë.
Një koncept mjaft interesant, një koncept shumë i përafër, të themi empatik për shumë persona, pasi që me të vërtetë të gjithë fillojmë ditën me një kafe dhe është momenti ku më së miri mund t'i shprehim edhe ndjenjat, jemi sa më të afërt edhe me shoqërinë përreth. Sa u mbështet ky projekt nga të afërmit, sa kishte personazhe, domethënë që u interesuan që të jenë pjesë, po ashtu ka pasur edhe shumë bashkëbisedues të ndryshëm të sferave të ndryshme që kanë marrë pjesë në bisedë dhe në prezantim. Si shkoi i gjithë promovimi, të themi kështu nga storjet që u dëgjua? Në momentin, e them, lindte aty për aty nga një ide, çdo ditë, si do bëhet, ku do bëhet, të jetë diçka më ndryshe, ishin të hapur edhe qytetarët pa ftesa. Por ajo që më befasoi për të mirë ishte interesimi i njerëzve. Në moment që paraqita një postim në rrjetet sociale, së shpejti, besoj një qindra mesazhe vërshuan, je mirë se ardhur, me kënaqësi do pi një kafe me ty, jo kam shumë nevojë, ndërsa një ditë përderisa po merreshim me realizimin e broshurave, ku broshurat në fjalë përmbajnë disa thanje, disa gjëna të thjeshta, po të kapshme për shoqërinë tonë, edhe erdhi, unë them që asgjë nuk ndodh rastësisht, gjithçka është e planifikuar dhe brenda saj ka qëllime të mira. Një zonjë në fjalë erdhi atë ditë dhe e kishte problem, kishte disa shqetësime rreth në familjen e saj, me djalin e saj konkretisht, që ai nuk po i bindej vizitës në qendrën ku veprojmë ne, në qendrën Rijeta. Edhe thjesht kur hyri po ju pengoj, jo zonjë, mund me nda 10 minuta, cili është shqetësimi juaj, tha kështu afër një vit ta po përpiqemi ta bindim për me marrë shërbime profesionale, apo e kemi të pamundur. Kështu që aty për aty morëm adresën, zonjë, tash me përkushtimin maksimal, po ju premtoj që do jeni familja e parë që ne do të trokasim në dyert e juaja për të pirë një kafe bashkë. Kështu që e mira e kësaj është kjo, sepse ne si shoqëri jemi bujar, jemi mikpritës, kështu që pa hezitim do të trokasim në përdyer edhe brenda asaj bisede, duke e pirë kafen, ne do nxjerrim shumë shqetësime të dukurive negative që janë të preokupuara shoqëria jonë, familjet tona. Fatkeqësisht po hasim shumë, të themi, histori të njëjta, pak a shumë që përsëriten, mirë po që të themi e kemi një problematik të njëjtë, mirë po zgjidhja ndonjëherë është e ndryshme për çdo familje. Të flasim pak për Folen që keni krijuar, e cila është qendra Rijeta dhe me gjithë përkushtimin që punoni me familjet, me të rinjt, mirë po si po shkojnë punët me aktivitetet tani kohën e fundit dhe sa kohë është bërë që është hapur kjo qendër? Kemi rumbullaksuar 6 vite me hapjen e qendrës Rijeta, po përpiqemi të bëjmë më të mirën dhe të japim maksimumin në aspektin profesional. Kërkesat janë të vazhdueshme, shifra që nuk është të krenohemi me to, se fatkeqësisht ne po ballafaqohemi drejt për drejt me viktimat e përdorimit të drogave, kështu që kur një përdorues në familje është duke u ballafaqohuar me shumë sfida, me vështirësi, atëherë aty infektohet e gjithë familja. Prindi, motra, vllau, gjyshi, gjyshja, gjithë. Kështu që ne paralelisht përpiqemi të ofrojmë shërbime edhe psikoedukim në familje, paralel me individin në fjalë. Numri është çdo ditë në rritje, po them, moshat çdo ditë, çdo muaj mund ta them, që po bjen mosha, sepse jeta jonë ka vlerë në çdo sekond, pavarësisht edhe nëse arrim moshën 80 vjeçe, po sidoqoftë kur po e mendojmë që një fëmijë duke u zhvilluar, duke u rritur në moshën 13-14 vjeçare dhe po helman veten, kjo sinqerisht është shumë e dhimbshme, shumë shqetësuese, kështu që me kapacitetin tonë po përpiqemi jo vetëm shërbime të ofrojmë për qytetarët e Republikës së Kosovës, por ne kemi që kërkojnë shërbime edhe nga Maqedonia, edhe nga Trevat e Preshevës, Lugina e Preshevës, kemi edhe nga Shqipëria, po përpiqemi që të bëjmë akoma më shumë të zgjerohemi, të ofrojnë qendra më afër qyteteve të tyre, po për 6 vite aktualisht jemi të vetmit që ofrojnë këtë shërbim. Është një punë që kërkon durim fillimisht, është një punë që kërkon përgjegjësi, sepse familja, prindi ta beson edhe të shes si një shpresë, si një shkëndi, edhe kjo ta dyfishon atë përgjegjësinë,
po thjesht kur gjërat bëhen nga thellësia e shpirtit, kur nuk kursejmë veten, atëherë edhe për mua është shumë më e lehtë kur bëj gjumi rahat edhe nuk më bret ajo ndërgjegja, a bëra mjaftueshëm, a bëra sa duhet, kështu që po vazhdojmë, nuk po ndalim. Me siguri edhe të gjithë ata që janë pjesë e qendrës Rijeta, me siguri ndjehen shumë të lumtur dhe të gëzuar që kanë një ekip profesional që mirët me shëndetin mendor të tyre. Mirë po, unë dua të ndalem pak edhe tek broshurat se përmendëm shumë tema të ndryshme që keni organizuar, po ashtu është edhe konsumimi i marijuanës tek të rinjt, sepse përmendet një moshë mjaft të re, 13 vjeçare, është një moshë shumë delikate ku ende të themi pjesa fizike e fëmijët, por edhe psiqike po zhvillohet, është në zhvillim e tepër. Çfarë problematika të shpeshta ka dhënë Arjeta më shumë të themi tek moshat më të reja, disa të themi dukuri të cilat po paraqiten, ndoshta kanë qenë edhe më përpara pjesë e shoqërisë tonë, mirë po tashmë ndoshta po dalim pak më shpejt në pa stigma, në dukje. Konsumimi është në rritje çdo ditë më shumë. Një numër i madh kanë vetëm kurreshtjen edhe ndjenjën që nuk i takojnë shoqërisë nëse nuk janë konsumues, të paktën të marijuanës, po fatkeqësisht ajo nuk përfundon vetëm aty. Marijuana ta adreson në një lëndë tjetër, sidomos lëndët drogat sintetike, po përdoren me të mëdha, sikur te moshat e adoleshentëve nëpër këto ndejat e natës, që ajo realisht jep një ndjesi të momentit që kushton me jetën e njeriu. Po prap se prap është kurreshtja, është mungesa e komunikimit të hapur në raport fëmijë-prind, sepse jeta jonë, bota aktualisht ka evoluar. Si po e shohun, sidomos këto trendet, këto ndryshimet në këto 10 vitet e fundit. Kështu që ne këtë mesazh e përçoj te prindërit, sidomos nga mosha 10 vjeçe të fëmijët, që ata të japin një përkushtim më të madh, sepse dhe teknologjia, varësia nga teknologjia po bën të vetën. Ne jemi një familje 5-6 anëtarë në mbrëmje në shtëpi, po thjesht të gjithë jemi me telefona në dorë, shumica po e tha, nuk po e përgjithsoj këtë, kështu që duhet të jemi ne ata që duhet të japim mundësi për shqetësimet që i shqetëson një të ri në moshën periudhën më të ndjeshme të tranzicionit që e quajnë, sepse ata ndryshojnë, ata besojnë ndryshe, ata mendojnë ndryshe, po formsohen, edhe këtu e shoh një mangësi, sepse jo të gjithë asnjë prind nuk kursehet të bëjë më të mirën për fëmijën e vet. Po ndoshta edhe dinamika e përditshmërisë, ngarkesat që kemi. Po kisha luftur të gjithë që të paktën një orë të ndajnë me fëmijët e tyre, të pyesin fëmijët e tyre çka pëlqejnë ata, çka duan ata. Është ajo thënia edhe ky bllokimi që ne përpiqemi të luajmë atë rolin e prindërit, sepse kemi disa stile të prindërimit. Qoftë ai prindi autoritativ, qoftë ai prindi tolerant në maksimum. Janë trashëguar pak a shumë këto. Gjitha janë këto ku sa po të dali fëmia nga pragu i shtëpisë, atëherë prindi e ndjen si të rrezikuar fëmijën e tij. Kështu që ne duhet të flasim më shumë me fëmijët, t'i pyesim fëmijët për dëshirat e tyre, çka pëlqejnë ata, ta dim cila është ngjyra e preferuar e atij fëmije, cila është dëshira, cila është e ardhmja e tij, cilat janë qëllimet e atij fëmije. Edhe të mos i bllokojmë fëmijët, të mos i gjykojmë, t'u japim hapësirën e shprehjes së mendimit të tyre, pavarësisht a është e drejtë apo nuk është e drejtë. Është ajo thënia që thuhet çdo fëmijë ditë të vizatojë derisa dikush i thotë ti nuk din. Edhe atëherë stepëm i bllokohemi edhe ngushtojmë veten te një shoqëri ku edhe ajo shoqëri ka qenë shembull i të mirës, po hyn një diçka e rrezikshme që po infekton mbase 2-3 shoka, po shokun e bankës që për 8 vite kanë qenë në zonës të dalluar të shkëlqyer. Këto janë ato intervenimet e para sa i përket prindërve, edhe nuk mund ta përjashtojmë ku në moshën e adoleshencës shfaqen edhe traumat e fëmijërisë, të pa identifikuara, të pa folura më parë, edhe si ngushëllim e gjejnë, përmbushje e gjejnë, kanë mendime që përmes kësaj do kenë vlera më të mëdha ata fëmijë, edhe ka shumë arsye, po mbi të gjitha dominon kurreshtja për të konsumuar, për të provuar cilën do lloj të lëndës narkotike. Fatkeqësisht dhe ajo po fillon që nga një moshë shumë problematike dhe shumë e re.
A mendoni që ka ende stigma që për të kërkuar ndihmë psikologjike, tani që jeni edhe me qendrën tuaj tashmë që operoni edhe 6 vite, ku pikërisht një stigmë shumë e madhe qëndron të jetë pikërisht për lëndët narkotike. Unë mendoj, jam një gjenerat pak më e ri dhe mendoj që para disa vitesh nuk është folë asnjëherë, pra kemi dëgjuar për familje që po kalojnë në të themi tranzicione shumë të vështira në kohë shumë të errëta të themi me fëmijët e tyre apo me ndonjë person tjetër që është që ka qenë abuzuesi këtyre lëndëve, mirë po tani a mendoni që jemi të paktën pak në një hap më të mirë për diskutimin e çështjeve të tilla si shoqëri? Çdo ditë jemi më të hapur, fatmirësisht. Kjo po ndodh në shoqërinë tonë, por kemi edhe nga ata që mendojnë që problemi zgjidhet vetëm brenda 4 murave. Ekziston edhe ajo. Jo rastësisht ne kemi realizuar projektin në fjalë që ne t'jemi ata të trokasim në shtëpitë e shumë familjeve, sepse qoftë dhuna fizike, qoftë dhuna psikologjike, qoftë kushtëzimi, ajo është i dëmshëm për një familje. Kështu që përmes këtij projekti, duke e pirë kafen, ne kemi menduar edhe këtë pjesën rurale, mbase një nën është e kufizuar edhe i mohohet ajo e drejta bazike e tjetuarit nga shumë rrethana në atë familje, mbase kafja do jetë ajo që do nxjerrë në paknatësitë e asaj, problemet me djalin, me vajzën, problemet mes çifteve që i mbajmë të heshtura edhe mbase sakrifikohemi me raste shumë duke shpresuar që do vinë ditë më të mira, ndoshta ne po e ndihmojmë që të thellohet problemi dhe të vi deri te divorci. Nuk mundemi të bëjmë përjashtim edhe që tentimvrasjet, vetvrasjet, vrasjet që çdo ditë në numër më të rritur, akumulimi, ngarkesat e përditshmërisë e bën një gjë të tillë mbase humbim shpresat edhe për të kërkuar ndihmë profesionale, qoftë psikologu, qoftë mjeku psikiatër, që është e nevojshme. Është krijuar edhe një diçka që thuhet që nëse hy në terapinë medikamentoze që përshkruhet nga doktori psikiatër, unë do krijoj varësi, gjë që nuk qëndron ajo. Kështu që ne jemi ata që duhet t'i informojmë ata individ që kanë nevojë, sepse përditshmëria po na konsumon, po na harxhon, edhe ne jemi ata që duhet të kërkojmë ndihmë. Pjesa rurale është pak më e lënë masdore, ndoshta mund ta them, por në mesin e atyre kemi që kërkojnë ndihmë pa hezitim, edhe shumë familje nga fshatrat të ndryshme të qyteteve të Kosovës, kur flasim për drogat, po edhe për shqetësime apo probleme të tjera që janë familjet e tyre. Pra janë të themi më të hapur për të diskutuar dhe për të biseduar çështjen e shëndetit mendor. Të kalojmë pak tek ju. Ju jeni një psikologe, jeni një grua me të vërtet heroin, jeni një grua që jeni dora të themi e sigurt, dora e të themi dashurisë që e ndani me të gjithë të pranishmit, po ashtu edhe me klientë të cilët kërkojnë ndihmë në qendrën tuaj. Të flasim për një rutinë të psikologës. Sigurisht edhe ju nga lajmet e shumta që i mirëni, nga të gjitha diskutimet, seancat e ndryshme që realizoni, normalisht edhe juve pak ajo energjia negative ndonjëherë ndikon edhe tek ju. Si është një ditë rutinore e një psikologe? Si ju pushoni? Si ju e merrni atë energjinë të themi pozitive gjatë ditës? Rutina, zakonisht zgjohem herët, mëngjes, është krijuar ajo shprehia, gjatë vikendave edhe pse lutemi të flejmë gjatë është e pamundur kjo. Prap na pret ajo kafja e mëngjesit, edhe ne në qendrën tonë funksionojmë përmes terminave. Caktimit të terminave, punat që ofrojmë ne nuk mbaron me një takim, me 2 takime. Unë kam klient që nga hapja e qendrës që vazhdon të vi, që i kemi jo përdërues të lëndëve narkotike, po aje ndjen të nevojshme, sepse e ka gjetur vetën aty, ka të i kaluar një luftë, ka dalë fitues ndaj një lufte, po si do të qoftë ndjeshmëria e aty në individëve dhe nevoja për të bashkë biseduar, për të mbajtur takime, vazhdon të qëndroj. Ne zakonisht seancat tona afërsisht deri në 60 minuta zgjasin, edhe punojmë me organizim, me plan.
Kur jemi të pjesa emocionale, edhe secili psikolog emocionohet, ka emocione, është ajo pjesa tjetër private. Koha është pak më e kufizuar që t'i kushtojmë vetës tonë kohë, po mrenda gjithë kësaj ngarkese ta quaj, përpiqemi të gjejmë kohë edhe për veten. Edhe pse unë kam marrë shumë herë disa kritika vretja që nuk po mundem akoma të di të them aty jonë. Ta mambince, po kjo mbase ndodhë sepse unë e kam përjetuar vetë në situatë të tillë, edhe ndoshta pas orës 8 të darkës kur të kontakton apo pranon një mesazh nga një nën, e shef sepse ajo vërtet ka nevojë të paktën për 2 rreshta mesazh që ajo do ngushëlloj veten dhe qetësoj shpirtin. Po jemi mirë deri tani, është një punë që ka shumë përgjegjësi, është një punë që kërkon durim mbi të gjitha, sepse jo gjithmonë parashihet sipas dëshirës së prindërve edhe euforisë së individit për të hequr dorë nga droga, por nuk është e lehtë, por në mesin e kësaj që nuk është e lehtë, një gjë e tillë nuk është e pamundur. Droga lihet, droga bëhet të harrohet, edhe individi në fjalë t'i kthehet jetës me një qasje tjetër, të realizohet, të funksionojë, të punojë si çdo individ tjetër. Zonja Arieta, kur një njeri kalon të themi sfida të cilat ne ndonjëherë nuk edhe mund t'i përshkruajmë me fjalë dot, është shumë e rëndësishme që të ketë një rutinë një person, të ketë një rutinë e cila i ndihmon që të mos ketë kohë që të zhytet në thellësi të mërzisë, të themi. Cilat do të ishte këshilla që do të ndanit me të rinjt, se sa është e rëndësishme të jenë disiplinues për një të themi rutinë ditore që duhet të ndjekur, qoftë ajo dhe të jetë për shëndetin e tyre fizik, mirë po gjithmonë edhe pa na shkaluar edhe shëndetin tonë mendor. Sa është e rëndësishme që të ketë një i ri, një disiplinë rutinore? Disiplina, rutina është e domosdoshme për çdo individ, pavarësisht moshës. Puna të mban, kjo është ajo e para që nuk duhet t'i frigohemi. E dyta, unë shpesh e përdori kur krijohet një monotoni, një pasivitet të ri, çka me bë, tham puna katë mos rekat. Të paktën nëse dalim kopshtin ton kudo qoftë nxjerrin disa fije bari, ajo na përmbush. Puna të mban. Këtu dua të them që një macchiato, një kafe në lokalet ku frekuentohen, po menaxhohet jo mirë 2 orë për të pirë një kafe, kur ne kemi mundësinë të aktivizojmë veten tonë me aktivitete të ndryshme, qoftë në mirëmbajtjen e pjesës fizike tonës, po çdo punë kur kalon në një rutinë, në një shprehi, ajo nuk diskutohet që është domosdoshmëria e ekzistencës për të jetuar, ajo nuk i ka bë dëm askujt, nuk na bën as neve në veçanti të rinjave. Kështu që sa më shumë aktivitete, sa më shumë angazhime, fatmirësisht po na ofrohen mundësi të ndryshme të aktiviteteve, kurse të ndryshme, trajnime të ndryshme. Teknologjia është çdo ditë në avancim e sipër, që disa gjëra unë që po i ndëgjoj nga klientët e mi, po befasohem edhe po mësoj prej tyre. Kështu që ta përmbledhim me pyetjen paraprake që e bët si është një rutinë, unë ndjehem shumë me fat dhe shumë e lumtur që përmes punës që bëj, një punë që akoma nuk kam marrë në atë pikën të them që jam lodhur, apo jo të dorëzuar asnjëherë, po një përmbushje që unë e marrë si psikologe karshi një klienti, duke bërë atë ndarjen e pjesës emocionale, sepse unë kam rastisur të takoj edhe shokët e djalit tim që kanë kërkuar. Kjo ka qenë ndjenja të përzierë brenda asaj, po më ka gëzu fakti që mungesa fizike e djalit tim po sjell një tri për të kërkuar ndihmë. Kështu që ato luhatjet ekzistojnë me raste, po arrim t'i menaxhojmë, edhe ndihem me fat që sinqerisht unë takoj ata të rinj, pavarësisht moshës që janë djemë dhe vajza që kanë hyrë në këtë rrugë si viktima të konsumimit të drogave, unë ndjehem me fat sepse çdo ditë unë përmbushem me sinqeritetin e tyre
edhe me besimin që kanë ata ndaj psikologës së tyre. Edhe duke u njohur më shumë, edhe duke ditur qëllimet e atij individi, sepse me një seancë nuk mundet individi të marrë vendimin për t'i thënë drogës, nuk dua të vazhdoj më të jesh ti pjesë e imja. Duhet kohë, duhet motivim që ai të filloj të doj veten. Në moment kur duam veten, duam gjithçka tjetër. Në momentin që ne nuk ndjehemi mirë, atë nuk mundemi të jemi të dobishëm të mirë për të tjerët. Kështu që dën durim, dën përkushtim, po ndihem me fat që i takoj kësaj pjese dhe kësaj pune që bëj. Dhe unë jam shumë e fat që ishit sot me ne në studio për të biseduar të gjitha këto çështje, mirë po për fund patjetër nuk do të ndalemi edhe pa një mesazh inkurajues për të gjitha ato familje zonarieta që po kalojnë jo vetëm në abuzimin e lëndëve narkotike të një familjari apo të një të riu, mirë po edhe me dhunën në familje, edhe me të themi stigmat e ndryshme që vinë edhe nga kushtet financiare, pra problematikat e shumta të cilat ndikojnë në një familje të tërë, qoftë ajo edhe e shëndetit mendor, mirë po ndoshta edhe ndonjë sëmundje të themi edhe shëndetësore, mirë po gjithçka ndikon në të themi mos balancimin e duhur të një familje të shëndosh. Cili do të ishte mesazhi juaj për të gjithë ata që ende kanë kurreshtje për një seancë psikologjike që nuk e kanë provuar, mirë po gjithmonë kanë paragjykuar se si mund të ndihmon në jetën e tyre. Diçka që t'ju jep forcë të gjithë ata që po na shikojnë për ta bërë hapin e parë drejt, unë them diellit, sepse gjithmonë unë personalisht kur e vizitoj psikologën, e shoh diellin në fund e shoh në dritare, e shoh në forma shumë të ndryshme, mirë po është një diell që ngro më fort kur ne e duam veten, kur ne punojmë me veten. Kur kam hapur qendrën, kjo që e thatë shumë e bukur, me përshkrimin e diellit edhe gjendjes tonë të brendshme, është një thënie e vendosur në mur që e kam thënë vetë edhe e rëndësishme është që të kemi diellin brenda vetës. Rreth gjithmonë janë kalimtare. Shumë e bukur Qenka. Kështu që gjendja financiare e rëndë, milioneri i pasuri, sepse prindi pas fëmija vetë nuk ka xhelozi. Gjithmonë e ëndron të jetë sipër arritjeve të veta. Kështu që është një diçka që është prezente në shoqërinë tonë që edhe përmes gjërave me vlerë financiare që blehen në dyqane, përpiqet të përmbushet fëmia, që atij duhet fillimisht dashuri, afërsi, përkushtim në forma të tjera. Pastaj lakmia e një fëmije me një gjendje më mesatare e ka lakmin kur shef shokun e vet, edhe ajo ndikon në aspektin psikologjik të atij fëmije. Pse unë nuk e kam, pse ai e ka, si do ta bëj unë, mbase i kyçet rrugës më të gabuar që më ndan mendimi gabuar që ai brenda natës mund të arrijë një shumë e madhe e mjeteve për të realizuar veten. Sëmundjet, pavarësisht shqetësimit që ballafaqohet një familje, jeta është e tillë. Kështu që ne duhet të ruajmë qetësinë tonë fillimisht, t'i duam fëmijët tonë edhe me gabimet e tyre, mos t'i duam fëmijët si mesazh le të mbetet ky, edhe nëse ata nuk na sjellin dyftesat me notat që ne i dëshirojmë, të mos i shohim fëmijët tanë që ne të përmbushemi me gjërat e paarritura që kemi ëndrruar mbase ne, ato t'i shohim si doktor, si inxhinier, apo pavarësisht profesionet që i kemi dashur ne si prind, po t'i kuptojmë ata edhe t'u japim hapësirën ta dim çka kërkojnë ata nga jeta, duke i menaxhuar apo i kontrolluar në formë indirekte deri në atë periudhën që ata kanë nevojë. E shejtë është familja, pasuria më e madhe është familja, dashuria nuk kërkon kosto, qoftë kemi para apo nuk kemi para në xhep, përqafimi nuk kërkon të paguhet. Kështu që sa më shumë dashuri, sa më shumë mirëkuptim, sa më shumë biseda të përbashkëta në mbrëmjet në familjet tona.
Ju faleminderit shumë që ishit bashkë me ne sot. Unë me të vërtetë shijova shumë këtë bisedë dhe jam shumë e sigurt që do të kemi në studio sërish zonja Arieta për të biseduar edhe për aktivitete të shumta, të bisedojmë po ashtu edhe ndoshta edhe për ndonjë libër të ri, sepse ju jeni po ashtu edhe autore. Mirë po të gjithmonë të bisedojmë për gjëra që me të vërtetë sjellin diellin në çdo të themi shpirt tonin ku ne edhe gjejmë mbështetjen më të madhe. Ju faleminderit shumë që keni bërë edhe rrugën nga Kosova për të na vizituar këto. I faleminderit për ftesën, e fillova ditën mirë e mbar. Kënaqësi që ju takova dhe juve, ju uroj shëndet fillimisht dhe ju përgëzoj për temat aktuale që i keni, sepse është shumë e nevojshme, më mirë është në diçka edukative të flitet sa më shumë, sa asnjëherë nuk bëhet tepër, se sa të japim hapësira disa gjërave, spotëve ku prezente është droga, janë shumë gjëra të tjera, po sa më shumë të kemi informata, edukuese, promovuese rreth mirëqenies individit të shoqërisë. Ju faleminderit shumë. Kënaqësi, faleminderit. Të dashur shikues, shpresoj që dhe ju e keni shijuar këtë bisedë që sapo realizuam me musafirën tonë Arieta Musliu, zonja e cila është autore, psikologe dhe ka qendrën e saj dhe themeluese e qendrës së saj, Rijeta në Ferizaj. Mirëpo, siç e tha edhe ajo, së shpejti ndoshta do ta kemi rreth prezente në qytete dhe shtete të ndryshme. Ju faleminderit shumë që ndoqët edhe sot ritmin e ditës, çdo ditë punë nga hëna në të premte, ne shoqërohemi së bashku nga ora 8 deri në orën 10. Mundohemi që të sillim temat sa më aktuale, gjërat më të bukura në ekranet tuaja, që ju gjithmonë t'ja filloni ditës mbar dhe me energji pozitive. Si gjithmonë, deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.